18 prill të 2025. Data 18 prill si ditë e premte ka një ndikim shumë të mirë në lidhje me takimet dhe bisedimet, sepse lidhja e Mërkurit me Neptunin në dash do të thotë ëndërrime të realizueshme, do të thotë ndikime dhe mundësi, por në anën tjetër, kryesisht ndikimet që kanë të bëjnë në këtë aspekt do të thotë lidhjet afatgjat, do të thotë çështje që kanë të bëjnë me ekonominë dhe stabilizimin e saj. Shenja siç janë dashi, peshoria, gaforia, bricapi, të lindur të lidiqit të tretë dhe të parë, kanë një ndikim mjaft pozitiv dhe shumë të ndikuar nga gjërat e tjera, që do të keni jo vetëm kaq, por dhe udhëtimet apo dokumentacione. Dita e premte simbolizon afërditën dhe ndryshimin, dhe simbolizon gjithashtu dashurinë e premtuar, dhe kjo është diçka shumë e mbarë, sepse lidhet shumë me gjërat dhe ndryshimet të mëdha që do të kenë tani tutje. Por